Mandarina çdo ditë trajtojnë këto probleme. Ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Mandarinat përmbajnë vitaminën A, B dhe C, sasi të konsiderueshme të hekurit dhe të sheqernave. Është një frut tretës, freskues dhe lëngun e saj mund ta bëni limonadë shumë më mirë, që është e pranueshme edhe nga stomaku juaj. Në mjekësinë popullore përdoren gjethet, fruta, lule, të cilat kanë edhe përbërësin e tyre si portokalli dhe ndihmojnë edhe në simptoma të ndryshme të komplikacioneve. Në sajtë të përmbajtjes së vitaminave dhe sasive të konsiderueshme të ekurit, mandarinat janë shumë efektive edhe në pastrimin e gjakut dhe lehtësimin e problemeve të anemisë. Ato mund të konsumohen në mënyrë të rregullt, duke ofruar më shumë lëndë ushqyese. Ekspertët këshillojnë konsumin e mandarinave të freskëta në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Kështu do të furnizoni trupin me vitaminën C dhe elementë të tjerë mineral që përmirësojnë gjithashtu rritjen e imunitetit.